Po e është ma mirë mësë më martu heq. Se sot martuhet, sot një javë dahën. Ato e harxime këtë katë. Pse? Që kjo demokracia. Shqiptarkat, nuk e më nuk në shqiptarkat, po shqiptarka nuk e një demokracinë. Se si ti thosh drejta shumë, ajo këshirë më bo shef. Dy shefas mund më konë me një shpi, një është. Ajo ka që më konë shef, burri ka që më konë shef. Jo valloj, ma shumë burri du të më konë. Se unë e kumë ponë përëndim. Shefi jam më konën inxhinieri mashinerisë. Gruën e ka pas juriste. Këtë bilancën e ka pas aja ndorë. 1000 punëtori ka në pas. Aja thike unë e ku morë grënë teme veç që di me gatu, Gjermoni. Edhe kirshe ka pas emnin e du, e ku më derë së kur prindin temë. Unë e thike jem bas këto. Jo gruja, ajo veç ka shujt. A këtë bilancën ndorë e ka pas aja gru. Të unë valloj mu ma mërmene që unë e shes gjatë këto. Gruja nuk shes gjatë, unë e shes. Dikujt të çuditshme e dikujt më mirë. Megjithatë, pavarësisht mendimeve mirë ose keq, një gjë është e diqme, se martesat në ditët e sotshme kanë ndryshuar. Kështu të çuditshme po i duket edhe Jakub Hajrullaut nga Zhegra, i cili thotë se çiftet po organizojnë dasma të mëdha dhe brenda një kohe të shkurtër por njoftojnë për ndarje, e sipas tij, fajtor për këtë dukuri janë femrat. Ai me nostalgji flet edhe për martesën e tij, teksa kujton se si e motra i kishte gjetur Nusen, të cilën e njehte edhe ai, por që edhe kishte pëlqim për të. Po ty be unë e mora vesh se një motër e kesh na unë të shku me të qelikt, ajo të një ty e thonë këtyne, është një qike, po kam që për Jakupin a ne kënej, unë e kursish në martu njerë. Po nona kështë qef shumë. Vesh me të martu, si e kryta ushtri, unë e kisha njetë me shku për Amerikë. Mu shkollua që jo për se tërsen. Martun. Unë e si jam kërna martesës, a më kushtet ishin shumë daptabe, shumë pleshta. Hecë, a më që qështu ishkon kësme. Po unë e kom njoft këtë nusën teme. E kom njoft edhe ma herët. Jo, mos më pas pëlqy se kishna morë heq vallaj. Dashme të në bëhe, gati ma të mira se sot vallaj. I ke thirë mësafirë sa këj pas mundësi me po dashmen. I ke thirë shembol 100 mësafirë, i ke lëshu një shpije se 2, burrat i në konë veti, gratë në veti. Atëherë të pone ka pas. Adi për muzikë. Vuën i kena pas në sharkinjat. Kongatar, vuën, këtë me të pone. Mu më do këtë atëherë, po edhe shte është mirë, po me një farë mënyre për shqiptarë, nëse kena pas darës me të më konë bashkë. Adi, gra e burra, me një vend. Shqiptarët, e kemë në gjakin në veti, kur ti është këtë bërnim, qëra muhabete bonë, a më të shto? Amo është mirë, po ato kanë qëtër muhabete, gratë burrat qëra muhabete, të shqiptarë të lopi. Na nuk e kemë tradit me modarsmen, gra e burra me një vend. Gratë e kanë knatësia në veti, knojnë, lujnë, burrat në veti, a më qështo? Unë e këtu kumë po darsme në për restoranta, po i ka piju bla 4 birra, nuk e dima, sa më sahoti. Do ven është i aj që e këshyrë që shoshtëreni, që s'ka kur fare eksesi, është mirë. A më do vena edhe keq, jo po dalin me lujtja, erdzove, jo sërzove, jo e shkeli fistanin, jo se shkeli, aty të një ka probleme vinë, a më të shto? Jakubi thotë se në rinin e tij kushtet për jetë ishin të vështira, dhe vetmja mënyrë për të mbijetuar kishte qenë buqësia dhe blegtoria. Ai thotë se familja merreshin më shumë me këto dy kultura, ndërsa ai ishte i prirë për të shkolluar, mirë po, shkaku i kushteve shkollimin nuk ishte pasur mundësi ta përfundonte. Këtë një vogël, ofë Zhegrës. Në atë kohë, mas shumë të jena mërëna me bujqësi, me blegtori, me bujqësi, nëse në zonë sa këna shku në pedis, klasën e parë, 7 km këna pas largë. Bile lumin s'këna pas asë urë. 8 vjeqarën e kom krytën në Zhegrë, vlaj, baba e në mirë me tokë, me bujqësi, unë i më konë barak në shkollë. Këna jetuën, vlaznia bashkë, motat më të martume,
një kohë që ashtu të një në 69-ën jena shpërngur për Godenve e këna ronë Zhekër. Kishe pak ma mirë. Në krahasim me Goden, Zhekra, pak ma dishka u konë. Po edhe këto, si fshat. Këto të një tukë, edhe këto këna pos tukë. Godeni ketë me bujësiju mirë. I ka pos, se dy godena egzistojnë. Godeni vogël që kë, edhe godeni madhë të subla. Ata në konë 3 vllazën. 2 aqe një këto, 2 godena. E këj ka pos të në 30 shpi, ma shumë s'ka pos. I nëzet 30 shpi. Për 30 shpi ka pos tukë, bëllë, gjonë, bëllë, veç dhanë e ljopsha ka pos, mene nuk ta merë. Veç dreth i ka fitur në vjetë, ma shumë se 100.000 kilogram. Veç që i ka tonë. Shti kam jetu ka qashtu, se përnë në kërkush. Unë të mesëmën e kom kryje ekonomien vitin e 3 këtu. Të një më kanë që ushtarë me dhunë, më kanë që ushtarë. Të na i këna pas arsimtarët ma shumë pi Preshevës. I këna pas pi lakë katunë se i vetëmi katunë i jo ne e ka pas një mësus, Ademin, Kusherinin. A i ka pas dalë mësus në atë ku. Se mësusa ka pas shumë pak veni jonë. Të një anisën me dalë mësusa masa nej, por në atë ku ka pas shumë pak mësusa. Shumë i këna pas 30. Amo këna mësu, u konë mësimi nivel. Edhe nuk kanë mungu mësimi. Të një shkolla Zhegrës, në krahasim me shkolla tjera, kjo s'ka pas munges kur për arsimtarë. Ate shërdhanta që arshin larkë për Preshevës, kanë mungu mësim në dhonëse. E pasi përfundoi ushtrinë dhe u martua, Jakupi kishte vendosur të shkonte në Gjermani, ndërsa si qëllim kishte shkollimin në një shtet tjetër. Mirëpo tregon se kishte vendosur të qëndronte në Gjermani, ku përfundoi shkollimin dhe filloi të punonte. Jo, valla, unë e kom pas qëllimin veç më shkollu, jo me punu. Ama na këna shku për me punu. Bile këna shku si për muratur, se në Gjermani pa e pas një kvalifikim s'marke, edhe të ka këshyrë këto, a je i shnosh, 2 dhomë mësë mi pas, se kemi në reqë. A që ke pas venin i sigur të punës, të banesës, i sigur konë super, jo së kërësot që shkojnë me ly punës në gjanë, heqe, asë sigurin me të kërës gjanë. Jo, unë kom shkuen për me nejtë një kohë e me shku për Shqipëri, për Shqipëris për Amerikë me shku. Qashtu e kom pas qëllimin. Amo që unë ollë aty. Të një aty e kom krye 2 vjetë gjumë, pendejesin, të një kom dalë në shkollën e mashinerisë. Si e kom krye të një ato këna pas punë në përket Evropën, ka maru kësi elektrona me gasë dhe me ujë, trymës, firma jonë. A i ka punu shumë punë, po unë e qatë punë e kom pas. Kështirë heqë. Kom marë sa herë kom desh, kom marë në shpe. Kom nejtë me ka 2 muj. Shumë herë kom nejtë 3 muj. Firma më ka morë pa kur farë problemi. Tire kom dalë në penzion. Kom nejtë 46 vjetë kom punu. Puni kom 46 vjetë. Asë shtunë, asë di dhe kur të ibe në për që nejtë. Që me thonë, a di po përshëj. A më edhe punën e kom pas për qevë. A e kom dasht, edhe së të du. Që të punu kesh. Po valoj një 3 dhume që alosi kom bitisë në që të shpi. Jakupi thot se një gjë që e vuan shumë fshati Zhegër, por edhe gjithë Kosova, është largimi të rinjve në mërgim. Sipas tij, një gjë e tillë nuk është e mirë për vendin, por thot se edhe rinia nuk kanë faj, pasi mundësitë e punësimit në Kosovë janë shumë të vogla. Mirëpo ai thot se edhe në Gurbet jeta nuk është e lehtë, dhe se të rinjt po mashtrohen, duke menduar se me daljen në mërgim do të u rregullohen edhe kushtet financiare. Rinia që kënena janë ofër 200 shpive, ketë në resta ketë msheljan. Ketë kanë dalë. Në Zvicër, në Austri, në Gjermani, a mo tashti edhe s'ka dhe në zonësa mo. Që kërë shkolla Zhegrës i ka pas ofër 2000 zonësa. Shti i nëmërën se sa në zonësa në konë. Ketë në diaspor, të një thëmi heqë, që këj fshati jonë, që këj mohalla jonë, në zonësa i në konë ka 4-50 që shkojnë shkollë. Sot 2-3 janë më shumë. Jo, vallaj e mirë, po i dikush dele dhe pezorit be, kush ka me bo. E ka kry një fakultet, punë s'ka, ka magistru, punë s'ka, a jo do të me vjedh, jo do të me i, ka më qështo. Këtu nuk shyret kush de,
Veç a ka njëfësi, hinë që ty. E lebe punën në këto dhe ka shku, a i kujtën që si që ka në që, por e veç sa të mish me murë. A i që shkon e shesë sa është kalaja që. Po nuk është mëre letë heq, a i Gjermoni, unë për Gjermon fuli, se që të kom jetu. A i ka qef ti edhe mjekësin me pas të kryme, edhe mashinerien, edhe mja punu bujësien, shka ti duhet, se të ka punëtur. Jo me thonë që ta nuk e punëj, ketë mja ditë punë, që atër të monë. 2 ditë nuk i shkon që shdohet, ta që një letër, thot me në mirë edhe qëtë për punës. Si të qëtë smerë mo, a që e lëshon ti vetë, edhe këtë gjithë ma mirë, thot kujtov, këshlyp, halakat, këtheva pet të marë. Ti si talonsh, a i si qëtë smerë mo, edhe une e pilqet që ta. Fajt i ka këtu, sefte peshki prishet në kry. Në kry nuk në regull. Se ata nuk jënë që së morin rruga të kryesijës. Mas pak i kanë ka 2 mera. E me 2 mera rënën baj, kjerin e kotë shtetit, aeroplanin e kotë shtetit, së pagun kërë konë, për popull ati sjanin, shkon të në punat shkon. Venët punës nuk kanë qelë. Qato fabrika i kanë shqit, a i pasore ka me ik njeri për këtumit. Se për qefi si kërkush. Bëjnë një mjerë rrugën, s'kan kërkush sik. Jakupi bëri apel të rinj që të mos dorëzohen dhe të paktën të tentojnë të realizojnë ëndrrën e tyre në Kosovë. Pasi me durim, punë dhe përkushtim, qëllimet mund të realizohen edhe këto.